Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po shikoni energjinë të bukur të Gjestit. Gjesti ka publikuar, do me thonë nuk ka hyrë live, por thjesht ka publikuar këngën e tij të re në TikTok. Kjo është kënga që do të vi, do me thënë është një këngë që i kushtohet dashurisë, veç Nreçu e ka emrin në titullin, do me thënë e ka kënga. Është një këngë që normal është e natyrës së Gjestit, si gjithmonë Gjesti që ka ardhur tek publiku shqiptar me natyrën e tij, me pozitivitetin e tij, me dashurinë e tij, me energjinë të bukur që Gjesti ka transmetuar dhe në fakt po transmeton shumë energji, mënyra e vallëzimit, mënyra e pozitivitetit, mënyra e ëmbëlsisë që Gjesti solli tek publiku shqiptar, do me thënë riktheu edhe një herë eksperiencën e tij të bukur dhe këtë dashurinë që na falte me qëndrimin e tij në Big Brother, Gjesti ka shëndritur fare, Gjesti ka dhuruar shumë dashuri dhe është ky projekti që do të vijë së shpejti, një videoklip që siç duket akoma nuk është bërë. Gjesti thjesht ka publikuar një pjesë të këngës së kënduar dhe kjo gjëja e bën Gjestin që të jetë në qendër të vëmendjes. Dhe për këtë, ky është projekti i radhës që Gjesti sjellën në sken.